Si po ndihesh? Është ndihem mirë që njerëzit kanë pëlqyer filmin, të jemi sinqert. Pra përshtypjet e para kanë qenë të mira dhe xhirot kanë marrë, pra xhirot e prurjes së publikut kanë qenë të mira, kështu që janë pozitive. Pozitive besoj. Kush ishte i pari apo e para që të bëri një koment, e mban mend? Ose më saktë unë e di me ka e pe filmin, në kuptimin që ishim bashkë në premier, po ai komenti i parë fare që tha diçka. Komenti i parë ka qenë nga Gjosli Rama, sepse kam qenë ngjitur me Gjoslin në premier, dhe tha, ja pra kjo është kinemaja, tha. Hyn si dikush dhe del si nuk do doja të Nuk do të ta thoshë tamam, asa ta zbuloj tamam. Tamam. Po e kuptoj, pra ishte nga Gjosli, nga regjizori. Po nga Gjosli ka qenë komenti më i bukur, po. I dëgjon komentet e do më thëmë patjetër që i dëgjon, po sa e di vetë ti si ke qenë në rol, pra sa e vlerëson veten dhe sa merr nga të tjerët. Shikoj, në fakt i dëgjoj sepse gjithse kush ka mendimin e vet dhe nëse dikujt si ka pëlqyer ose nëse dikujt i ka pëlqyer, unë në fund të ditës do mbaj atë që më duket mua e arsyeshme për të mbajtur me vete. Sigurisht që mund të dalë dikush, sigurisht që mund të ketë dalë dikush thojë që s'ke bërë punë të mirë. Ka njerëz që japin opinione pa lidhje, domethënë që ja fusin kot Shqipërinë. Është zanati jonë që japin opinione. Po s'bën popullore, funksionojmë. Mirë, na karakterizon pak në shqiptarë kjo. Edhe kjo është e bukur, që të gjithë japin një koment. Se imagjino do ishte pak e boring, pak e mërzitshme kjo pjesa që. Kjo na dallon nga kafsha, është një logjik. Ja mund të lexoj një koment për shkakun që edhe këtë koment e gjykon për publiku nëse është i saktë apo jo. Fredi është ish fituesi i edicionit të kaluar të Kazermës, po zbulojmë pak nga filmi, ai saç është zbuluar edhe në media, nuk kurse po zbuloj unë. I cili tani më, kujtojmë gjithmonë Fredin në rol, ka ndërtuar një familje dhe kishte edhe një djalë të vogël, Brianin. Igli, thot komenti, është fiks aktor teatri, por ndonjëherë gjithë këto gjeste dhe toni teatral jo domosdoshmërisht duhet që të vinë në film. I kredhur në borxhe, në fajde, Fredi bëhet sërish pjesë e Kazermës, ka tradhuar besimin e gruas, ai kalon në vështirësi të mëdha dhe sprova njerëzore, të cilat arrin ta shpërfitojnë totalisht si person për t'i shkatruar jetën. Pra me sa kuptoj, komenti në fjalë të lidhet më shumë mes teatrit dhe filmit, bën një lloj lidhje mes ndarjes. Pra komenti ka bërë analizë mbi si është shkruar roli apo si e kam lëtur se këtë se kuptova tamam. Pra e ka në mënyrën se si ti ke interpretuar. Domethënë, Igli është fiks aktor teatri, por ndonjëherë në gjithë këto gjeste dhe tonin teatral jo domosdoshmërisht duhet të vinë në film. E çuditshme pra. Ka një lloj, mund ta quajmë mbase dëshire për të parë më shumë në teatr se sa në film. Ti vetë si e gjen veten ose si duket ky koment? E vërteta është që mua, domethënë, sidomos kur punoj në teatr, më thonë që mos luaj si luan në film. Por besoj që komentuesi ose komentuesja duhet të jetë një profesionist i vërtetë që jo, komenti është bërë nga një gazetare me eksperiencë, fakt, Dalina Buzi. Po. Okay. Në faqen e saj, po, ka bërë një recension për gjithë filmin, në fakt po mora vetëm pjesën tënde. Domethënë vërtet ai. Por mua për shkakun komenti ishte që Drini dhe po do të bëhet me nerva, nuk bëhet dot me nerva. Në kuptimin që vërteta është që mua regjisorët në teatr më thonë nuk do, pra se teatri ka një impostim të zërit, televizjes, pra është diçka pak më shumë se diçka tjetër pra. Por nëse Dalina mendon ashtu, Jo. Do ta kem parasysh të dyshi Dalina. Si ta propozoi Turi rolin? Apo si të erdhi ty propozimi, se nuk e di mbas s'ka qenë deri në. Ka qenë besoj një miku im me quajti Drejtim Planetesh. U takuam rastësisht në rrugë, u përshëndetëm dhe 2 ditë më vonë ulëm për një kafe. Mënyra si ma propozoi ishte me një fjali mund thuhet, kjo është një gjë shumë e rëndësishme për mua dhe nëse ti do ta prishësh, nuk ka kushta ndreqi. Jo.
Do doja që do donte që ti do ta prishësh, unë do të prish ty. Nëse ta refuzoje, po. Jo do ta refuzoje, por nëse nuk ta bëje siç ai do donte. Siç ai e donte. Por besoj që domosdoshmë e kam pyetur ditën e fundit të xhirimeve turin, i kam thënë shpresoj mos të kem zhgënjur nga ajo që ti ke kërkuar. Ne besoj që përgjigja ka qenë jo. Besoj edhe unë. Ishte e vështirë ta interpretoje këtë rol, Igli? Ishte shumë. Është një rol i vështirë. Po. Është shumë rol i vështirë, jo vetëm për rrethanat, po për rrethanat që personazhi kalon, por Fredi, në thelb Fred Baleta, përfaqëson pothuajse tashmë, përfaqëson pothuajse 75% në mos më shumë të popullsisë shqiptare, të një personi, të një njeriu që përpiqet t'ia dali në këtë shoqëri kaq konsumatore. Pra, dhe gjen çdo mënyrë për t'ia dalë. Përpiqet të gjejë çdo mënyrë. Pra, ti që punon në televizion, unë që jam një pjesë e vogël diku në ndonjë televizion, e kuptoj shumë mirë se si një njeri nga hiçi vjen aty te dera e ekranit apo te dera e topit dhe ka ëndrrën të dali para një kamere siç po dalun tani dhe nuk e kupton fare se çfarë po bën ai zotëria pas kamerës, që po heq xhupin, më kupton, pra nuk e kupton këtë, nuk e kupton se sa e egër është bota mbrapa kamerës, apo se sa helm është e mundur që një Ti personalisht e ke prekur këtë pjesë? Po sigurisht që po. A ka qenë vështirë? Sigurisht që po, të gjitha kemi prekur të. E vështirë jo, sepse të jemi sinqert, Drini, unë kam 2 prindër që më kanë rritur me parime shumë të forta dhe helmet e gjarprinjve vërdall nuk kanë intoksikuar kur. Sigurisht që më vjen keq. Kanë ndikimin e tyre, besoj. Më vjen keq. Por kur unë shkoj në shtëpi dhe prindërit e mi më shikojnë me krenari, nuk më intereson se çfarë mendon X, Y apo Z. Kjo është fati i madh, fakti të jetuar në familje ndërtuara mirë, por jo të gjitha kanë këtë mundësi ose jo të gjithë është krijuar kjo mundësi dhe mbase për këtë arsye rrëshkasin dhe humbasin për drejtimet e gabuara. Shiko, të ndërtosh një familje, pra të jesh nëna dhe baba bashk akoma, mos të jesh e divorcuar apo i divorcuar, është goxha e vështirë në 2025-ën. Shohim 2026-ën, por dhe kur prishet kjo bërthama familjare, pastaj rrëshkasin njerëzit. A jetohet në teatr dhe me film në Shqipëri? Apo do të një jetë mirë? Jetë të mirë, çfarë konsideron jetë mirë ti? Jetë është një jetë dinjitoze, në kuptimin të çfarë është jetë dinjitoze për ty, sepse jeta dinjitoze për mua. Shiko, kjo është një debat shumë i gjerë, po hym pastaj në këtë debat, po shiko, ti jemi pak më të tensionuar. Domethënë, pyetja ime është shumë e thjeshtë, domethënë, a ja del ti personalisht që të jetosh? Po, personalisht. Apo të duhet që të bësh dhe punë të tjera? Jo. Pra, se ka shumë besoj që... Shiko, në 2023 unë kam bërë dhe punë, jo punë të tjera jashtë profesionit, ti jemi sinqert, kam bërë punë vetëm brenda profesionit tim, dhe sigurisht që një njeri punëtor mund të jetojë mirë në Tiranë apo dhe në Shqipëri. Çështja se çfarë quhet dinjitoze, pra këtu pastaj ha debat, sepse me një punë në teatr apo dhe me filmin apo dhe me, si thua, një cop televizioni, po themi, sigurisht që nuk e ke luksin të bredhësh me jatë. Më kupton, pra nuk e di çfarë diskutojmë kur themi jetë dinjitoze. Një familje të mirë, po. Një shtëpi të ngrohtë, po. Një tavolinë plot dhe një frigorifer plot, po. Por çështja është, se di, besoj që me punë të ndershme jeton. Prindërit e mi kanë jetuar me punë të ndershme dhe kanë rritur 2 fëmijë, besoj të saktë. Ikli, e shijon jetën? E shijoj, Drin. Dhe sa më shumë po rritem, aq më shumë po e shijoj. Është një moment i mirë i yt ky? Po. Jo për shkak të arritjeve profesionale, por për shkak të botkuptimit që më ka ndryshuar. Dohet si të kishe bërë diçka ndryshe tani që e ke arritur këtë momentin? Do kishe bërë zgjedhje të ndryshme? Po. Zgjedhja e vetme që veçon do diçka? Zgjedhja e vetme që unë do kisha bërë ndryshe është të zgjidhja një zanat tjetër dhe mos kisha të bëja as me televizionin, as me aktrimin, as me filmin, as me teatrin. Është vonë tani? Sigurisht që është vonë. Domethënë, kjo rrugë mua, si thua, më doli përpara si e vetmja rrugë.
Se nuk është se ka qenë ndonjë ëndrrëimja fëminore që unë që fëmijë ndërroja të bëhesh aktor. Nuk jam nga ata lloj pra aktorësh që thonë që fëmijë unë ja. Se kam pas fare, domethënë s'ka qenë në interesat e mia fare.